Ku është problemi? Po, a di qysho, matematika, logjika, politika, që çdo që thojmë, besoj që dikush që ka faktikisht më tepër se dy fishi i deputetëve, që i bie lëvizja vetëvendosje i ka 48 deputet, LDK-ja i ka 20, edhe është normale që faktikisht ai më i voglit, themi me numër deputetëve, që të përshtatet ati më të madhe që në këtë rast është lëvizja vetëvendosje, nëse dojnë seriozisht, faktikisht nëse LDK-ja dojnë seriozisht që ta te i kaloj këtë situatë të krijuar dhe që t'jetë pjesë përbërëse qeverisë Kurti 3. Për që atë arsye për thot Albini, unë e kryeministër, për punë tjera merrem i vesh, edhe se kur vllaznia kur dohet thojnë livalli te one, e për tjera të këshyrëm ja bojmë diqysh. Kështu që kjo faktikisht propozimit, themi, apo përgjigja e kryetarit të LDK-s për qeveri tranzicioni, që prizmën tem është një lloj qeverie teknike, ai hala pa e shkruat edhe pa e thonë, veç se është besoj që do të refuzohet nga lëvizja vetëvendosje, pra po tham jo për ne inati, jo për diçka personale, dikush me dikan apo për ne të kalume që pak a shumë ka qenë mirë dhe jo aq e mirë për shkak të disa deputetëve në Kurti ne, por jo në përgjithësi me LDK-n, por besoj që numrat nuk lejojnë që lëvizja vetëvendosje të përshtatet LDK-s, por duhet jetë e kundërta dhe gjithë rruzit toksor, do të thotë gjithë rruzit toksor janë këto, themi kështu, parametra dhe vlen e njëjta gjë. Edhe Kurti, pra, lëvizja vetëvendosje, duhet të shoj pak pe zëgashi se ajo po ti kishte numrat, ish harru kjo farë punës, kishëm full në 11 seanca këtu, une që to jem dalë që 11 herë, ka të dhënë situata e njëjtë. Faktikisht kemi me incizu vetën edhe me ta lënë të njëjta, veç numrin dikush me ta ndrua, edhe kështu me ne. Veç në emision kisha mujt me ndru, që ata kur e propozun ata me votim të fshet, veç ato i kanë ndru gjendja pak. Diçka, situata nuk kanë ndodhur diçka kështu e jashtëzakonshme. Albulena Haxhiu është e propozuara nga lëvizja vetëvendosje, duket që emri i saj një pjesë të themi që po të deputetëve të opozitës po ju pengon, ata shpesh i kemi pa në media që thonë që po do ta votojmë për kryeparlamentarin, mirë po jo Albulenën, ka njerë komni që të japin emrat caktuar, ka njerë jo, por kjo është faktikisht strategjia e lëvizjes vetëvendosje, por nuk po them që është strategji që na pecisëm një emër cilin nuk e votojnë, sepse kemi të bëjmë me dikun diferenca është 4 numra, duke që ka arritur deri numrin 57 apo 58, e duhet të maksimumi ka qenë. Po nëse shtovane për shkak për krahasis të lëvizjes vetëvendosje me shtu një numër, nuk është në gabimi, po, për numër edhe vetën, Okej, po mungoj kanë faktikisht 4 numra, se me matematikun e nuk kem bashkë. 5, a? 5. Okej. Se e në fundë ka pas 5-6. Po, për që ata unë prej shkollës teknike, kam shku në fakultet juridik, ka qenë problem veç matematika. Edhe të njëjtë, po na edhe para shumë jenë të njëjtë, edhe besoj që nëse opozita, nëse partitë opozitare shqiptare, për që i kështu, nëse kanë seriozisht e besoj që ju, ata që kanë deklaru qysh para 9 shkurtit e pas 9 shkurtit që kanë deklaru djesa dhe do të deklarojnë edhe nesër, që ata faktikisht i kanë numrat për me formu qeverin e opozitës, që besoj që ju takon, po para se ju taku, duhet që njëherë të lejojnë faktikisht mënyrë demokratike, që ta votojnë kryeparlamentaren, edhe që pastaj i Albin Kurti ka 15 ditë. Edhe këto 15 ditë, nëse ata janë të bindur që Albini nuk mundet me formu qeverin Kurti 3, atëherë topi ka lënë tek ana e opozitës, edhe ata e kanë gjithë drejtën do thotë gjithë drejtën kushtetuese, ligjore, njerëzore që ta formojnë qeverin e opozitës. Mirë po,